dhe e Partisë Demokratike. Faleminderit. Mirëmbrëma, qytetarë dhe qytetarë, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, drejtues Partisë Demokratike, mirëmbrëma të gjithëve. Sot është një ditë e veçantë, është 35 vjetori i numrit parë të gazetës Rilinda Demokratike. Është kënaqësi që ta kujtojmë këtë datë në këtë foltore dhe në këtë shesh proteste. Duhet kujtojmë se Rilinda Demokratike ka lindur në ditët e protestave të mëdha të studentëve të dhjetorit, u rrit me vështirësi dhe me qëndresën e të gjithë atyre që e themeluan dhe e vazhduan atë gazetë si një mesazh. Rilinda Demokratike nuk ishte thjesht një gazetë, ishte një frym lirie që ndante dy epokën e komunizmit, epokën e diktaturës komuniste, e cila la pas qindra dhe mira të vrarë dhe të pushkatuar për të drejtën e fjalës, dhe ky 5 janar i vitit 1991 e ndau atë epokë me epokën tjetër të lirisë. Por sot kemi fatkeqësisht shumë pak media të lira, shumë pak gazetarë të lirë. 35 vite më parë situata mediatike në Shqipëri është thuajse e ngjashme me atë të 35 viteve më parë. Sipas raportit fundit të Departamentit të Shtetit, në Shqipëri, drejtuesit e mediave urdhërohen nga qeveria dhe bandat kriminale për të përcaktuar lajmet e tyre. Sipas raporteve ndërkombëtare, sot 3 familje në Shqipëri zotrojnë 2/3 e tregut mediatik. Dhe vetëm 1/3 është jashtë këtyre 3 familjeve. Dhe këto 3 familje janë shpallur investitor strategjik nga kreu i regjimit. Atëherë, për çfarë media të lirë flasim ne sot për pas 35 vitesh? Raporti i fundit i OSBE-ut thoshte se në zgjedhjet nuk kishte raportime të pavarura, se raportimet ishin gjitha të kontrolluara nga qeveria. Pra, sot 35 vite më pas atij 5 janarit të vitit 1991, situata është e vështirë. Vetëm pak ditë më parë, një emision investigativ nxoroi një fakt tjetër dramatik. Kryeministri i blinte tokën antarës së gjykatës kushtetuese, kandidatës për antarë të gjykatës kushtetuese, me 2.9 milion euro nga parat e shqiptarëve, dhe këtë tokë ja dhuronte një botuesi mediash, Kalo Bolinës. Pra shikoni se ku dhe çfarë drejtëje është sot, jo vetëm media, po dhe pushteti që ka kapur si drejtësinë dhe e kontrollon atë, si edhe mediat. Por ka edhe një farë shpresë. Cila shpresë? Mos harroni se në 5 janar, në janarin 91, edhe një media vetëm bëri ndryshimin kundër gjithë mediave të kapura nga regjimi atëhershëm. Edhe tani ato pak gazetarë të lirë, ato media të lira që vazhdojnë të rezistojnë dhe të qëndrojnë, unë besoj që të bëjnë ndryshimin, do ta bëjnë ndryshimin dhe do të sjellin mesazhet e duhur për të ngritur frymën e lirisë në Shqipëri. Ka edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Kjo 35 vjetori i Rilindës Demokratike, ky 5 janar kulmon ose vjen në të njëjtën kohë ku ka ndryshime, po shikojmë ndryshime të mëdha që vijnë nga Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump. Dhe është rasti që në emrin tim, si qytetari i këtij vendi, të shpreh minjorjen Shtetet e Bashkuara, presidentit Trump, për atë ndërhyrje që bëri për të rrëzuar një narkoregjim si ai i Venezuelës. Dhe mos mendoni se nuk kanë lidhje. Këta thonë që nuk kanë lidhje sot. Narkoregjimet janë kthyer sot si është e njëjta situatë siç ka qenë në 91-shin. Regjimet komuniste të atëshme ran, sot janë regjime hibride komuniste të ndërtuara me narkoregjimin. Shembja e parë, dominoja e parë e shembjes se këtyre narkoregjimeve ran në Venezuelë. Tjetra do të jenë në Kolumbi, tjetra do të vinë në Shqipëri. Rama nuk ka shpëtim. Ky narkoregjim nuk do të ketë shpëtim. Ky narkoregjim do të rrëzohet. Thonë nuk ka lidhje. Po si nuk pas ka lidhje?
Raportimet janë Venezuela, vendi i cili vret protestuesit, janë qindra të vrarë për zgjedhjet lira. Venezuela arreston opozitarët. Shqipëria është një vetë kushte sot. Kryetari i opozitës vazhdon të përndigjen. Varfëria në Venezuelë llogaritet që paga e qytetarëve atje mjafton për deri një bukë në ditë. Sot raportet e Bankës Botërore në Shqipëri thonë se 49% e popullsisë janë në prag të varfërisë. Pra 1 në 2 persona është në prag të varfërisë. Kartelet e drogës, bashkëshortja e Maduros llogaritet që përfitonte nga 100.000 deri në 300.000 euro për një ngarkesë që kalonte për një avion që kalonte me kokainë në Venezuelë. Kurse këtu ke Maduro jon, kemi edhe vllajën e Maduros që ka fabrikë kokaine. Ka pas fabrikë kokaine, kemi vllajën e kryeministit. Pra sot Maduro ka larguar nga Venezuela 7.9 milion venezuelan, ndërsa ose 25% të popullsisë, ndërsa ky që kemi këtu pas ka larguar 35% të popullsisë. Është njëjti model i narkoregjimeve që funksionon kudo. Po ju kujtoj diçka, sepse presidenti Trump deklaroi sot përsëri që radhën e ka presidenti i Kolumbisë Petro. Nuk do të ndalet kjo. U tha që do ta bëjnë thanë që e bën këtë për shkak të naftës së Venezuelës. Po cilën naftë e Venezuelës? Po Kolumbia ka naftë? Cila është nafta që ka Kolumbia? Kush është Pedro i Kolumbisë? Është një njëjti simbol i narkoregjimeve, drejtuesve të narkoregjimeve që kemi në Venezuelë, në Shqipëri, në Kolumbi. Pedro është njeriu i cili është i përfshirë familjarisht në trafikun e kokainës. Djali i tij është gjykuar nga drejtësia kolumbiane, i dënuar nga drejtësia kolumbiane për pastrim të parave të drogës. Dhe ka futur paratë e drogës për derë zgjedhjet në Kolumbi për të bërë baban e tij president. Është sot njeriu i ndëshkuar nga drejtësia kolumbiane. Pra, por ka dhe diçka tjetër të ngjashme me Shqipërinë. Kolumbia është i njëjti vend i cili përsekuton opozitën dhe jo më larg se një vit më parë vrau kandidatin për president të opozitës në zgjedhjet presidenciale të Kolumbisë. Pra, shikoni se si janë ndërtuar narkoregjimet. Në Europë ka vetëm një narkoregjim, dhe ky është narkoregjimi i Edi Ramës. Nuk ka narkoregjim tjetër. DEA është instaluar vetëm në Shqipëri, me zyrë, me numër telefonit publik. Është vetëm në Shqipëri. DEA nuk është në Kosovë. DEA nuk është në Malzi. DEA nuk është as Maqedoni. Atëherë pse është vetëm në Shqipëri? Sepse vetëm këtu kemi një narkoregjim. Dhe ky ndryshim, po të them, është historik, ky ndryshim, ky vendim që ka marrë presidentin Trump për të rrëzuar narkoregjimet, është një vendim historik i ngjashëm atë të dhjetorit 90 apo me revolucionin e rrëzimit të diktaturave komuniste në vitin 1989-1990. Është një vendim historik, sepse po i merr me radhë të gjithë të shtete hibride, komuniste, të ndërtuara me narkoregjimin, të cilat kanë marrë rrugën e ndëshkimit dhe rrugën e rrëzimit. Unë besoj dhe shpresoj që Shqipëria kësaj radhe të mos jetë më dominoja e fundit e rrëzimit të narkoregjimit, por të jetë nga dominot e para që do të bjerë gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm. Faleminderit.